Shtllaku, një ndër zonat me potencial të veçantë dhe resurse të pasura turistike, vetëm 20 km larg Vaudesit, ka çelur zyrtarisht sezonin turistik për vitin 2026, duke synuar të tërheqë gjithnjë më shumë vizitorë vendas dhe të huaj. Iniciativa ishte e banorit të zonës, Mark Gjejka, i cila u mbështet edhe nga Bashkia e Vaudejës. Zëvendës kryetaria e bashkisë, Aleksandra Gjoni, vuri theksin tek banorët e zonës, të cilët nuk kanë zgjedhur të migrojnë, por të qëndrojnë e të investojnë në shtllak. Ne si bashki turizmin e kemi plan kryesor apo prioritet në bashkinë tonë, pasi për shumë arsye, por do të cilësoja dy. Pikë pari, sepse ne kemi një natyrë të jashtëzakonshme e cila është shumë e bukur dhe i ka gjitha bukuritë e saj natyrore të gërshëtuara shumë mirë njëra me tjetrën. Po arsyeja tjetër është sepse ju ka juve, që jeni njerëz shumë punëtor, që jeni vazhdimisht të angazhuar për me promovu këtë vend dhe gjitha këto bukuri dhe jeni të gatshëm të punoni me punë të jashtëzakonshme pavarësisht vështirësive që keni. Nuk shkoni mu largu, por vazhdoni investoni edhe kontriboni në vendin tuaj. Sepse faljush, ky nuk është vetëm një vend i bukur, por është edhe një vend i gjallë edhe i cili po zhvillohet gjithmonë më shumë. Në kuadër të kësaj hapje, organizua një aktivitet promovues me natyrën piktoreske të zonës, ku të pranishmit patën mundësinë të shijojnë bukurinë natyrore, ajrin e pastër dhe ofertat turistike që shtllaku ofron, si kampingu, lundrimi dhe aktivitetet rekreative. Ky event shënon një hap të rëndësishëm në promovimin e shtllakut si një destinacion turistik gjithvjetor, duke vënë në pa potencialin e tij për zhvillim të qëndrueshëm dhe turizëm natyror. Organizatorët të theksuan rëndësinë e aktiviteteve të tilla në rritjen e vizibilitetit të zonës dhe nxitjen e vizitave përgjatë gjithë sezonit.